الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë edhe vetëm për ti falje kërkojmë salavat dua gjithherë. Ja dërgojmë të dashurit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Xhamati nderuar, sa i përket temës së sotit, kemi përcaktuar me lejen e Allahut dhe ndihmën e tij me fol apo me tregue apo me këshillue për çështjen e borxhit apo për kthimin e borxhit. Sa i përket kësaj teme, Allahu Dhul Jalal e ka përmend shpesh në Kur'an, po ashtu këtë çështje e ka tregu dhe e ka përmend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu kemi shumë edhe kërkesa edhe ankesa që besimtarët dëshirojnë që hoxhallarët me këshillue për borxhin, pasi që është bë si dukuri normale që njerëzit janë të pakujdesshëm në kthimin e borxhit. Allahu Dhul Jalal në surën më të gjatë të Kur'anit, edhe ajeti më i gjatë në Kur'anit, në surën Al-Baqara, që është ajeti 282, flet për çështjen e borxhit. Pra një ajet që është më i gjatë, komplet një faqe, Allah Azza wa Jall flet për çështjen e borxhit. Që kjo na aludon edhe na tregon se çfarë rëndësie ka borxhi. Shembull thot ju të cilët kërkoni borxh, mirëni borxh, duhet me shkrujt me shkrim, edhe duhet me pas dëshmitar. Pse me shkrujt me shkrim, edhe me pas dëshmitar, me tregu se kjo është shumë e rëndësishme, që borxhi nuk duhet me harrue dhe borxhin duhet me kthi ashtu qish e ki marr. Pra surja më e gjatë, ajeti më i gjatë, komplet një faqe, flet për këtë çështje. Po ashtu edhe Muhamedi alayhis salam na ka treguar se çfarë vlere ka njeri me dhon borxh, po ashtu edhe çfarë rëndësie është me kthi borxhin, jo me harrue borxhin. Shembull thot Muhamedi alayhis salam, thot kush ja largon një muslimanit një vështirësi në këtë dunja, Allah Azza wa Jall ka me ja lehtësuen ditën e Kiametit. Po ashtu thot kush Allahu, thot kush prej besimtarëve, thot Allah Azza wa Jall, që na ka tregu Muhamedi alayhis salam, ja lehtëson një muslimanit duke i dhënë borxh, thot Allah Azza wa Jall ka me ja lehtësue në këtë botë edhe në ditën e Kiametit. Që kjo të regon se çfarë rëndësie ka dhënia e borxhit. Po ashtu thot kush dikuj na i ka dhënë 2 herë borxh, jo vetëm një herë, po i ka dhënë 2 herë borxh, llogaritet thot sikur se i ka dhënë 1 herë sadaka. Edhe pse o borxh, mirë po i ka dhënë, i ka ndihmuar 2 herë borxh, thot llogaritet sikur se mi dhon sadaka, mi dhon lëmosh. Thot Thauban, Allah qoftë i kënaqur me ta, thot kujna i del shpirti, thot ai i cili vdes dhe është i pastër prej 3 sendeve, thot ka me hije në xhenet. Një prej këtyre 3 sendeve është i cili është pa borxh. I ka shku pa borxh Allahut Dhul Jalal, e ka laë borxhin, thot ai i cili kështu i ka shku Allahu Azza wa Jall, ashtën i pastër shpirti i tij, Allah na i mësoft
që mi dal pa borxhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, thot Ebu Hurajra, Allah qoftë i kënaqur me ta, thot shpirti besimtarit është i varur me borxhin e tij. Është peng me borxhin e tij derisa nuk e ka lënë. Parat Muhamedi a.s. ishte duke fal një namaz gjenaze dhe i tregun se ka borxh. Tha kush ja lan borxhin? U paraqit një prej shokëve të tij dhe tha unë ja loj borxhin o i dërguari i Allahut. Për shkak apo pse veproi kështu Muhamedi a.s. që u larguen nga namazi, mi u tregu se çfarë anësie ka dhënia kthimi i borxhit, dhe pastaj e fali namazin e xhenazës. Dhe i thot këtij sahabiut, ti shokit të tij, pas disa ditëve apo pas 2 ditëve, aja ki la borxh. Tha i dërguari i Allahut, ai sa ndroi jetë, aja ki la tha borxhin për shkak se shpirti i tij ende është i varur, është peng për borxhin e tij derisa t'ia lajsh borxhin. Parat edhe njeriu që më shumë ti ka bën vepër të mirë në Islam, të gjitha nëse i falen, borxhi nuk i falet. Një ditë Muhamedi a.s. ishte duke i këshilluar shokët e tij. Tregon Ebu Katade, Allah qoftë i kënaqur me ta. Tha Muhamedi a.s. na foli për vlerën e luftës në rrugt të Allahut Dhul Gjelal, gjihadin, duke thënë se çfarë vlere, çfarë shpërblimi ka i cili vritet në rrugën e Allahut Dhul Gjelal, duke qenë përballë armikut, duke bë durim dhe jo duke ik, që Allah Zogjel do t'ja falë mëkatet. Edhe një sahabi, një shok i tij, tha i dërguari i Allahut, kështu Allah Zogjel nëse lufton për hir të Allahut duke bë durim, duke shpresu shpërblimin e Allah Dhul Gjelal, duke qenë përballë armikut dhe jo duke ik, kështu Allah Zogjel kama na i fal gjunahet të gjitha. Çka tha Alaihissalam? Tha po. Pastaj tha jo, vetëm diçka. Borxhin tha nuk e fal Allah Azza wa Jall. Tash më lajmëroi Xhibrili. Tash më tregoi Xhibrili, meleku më i madh prej melaçeve, që i dërgon shpalljet të gjitha Allah Azza wa Jall i fal, edhe shahidit që ka rënë në rrugë të Allahut Dhul Gjelal, pos borxhin nuk e fal. Që kjo don të thosë se çfarë anësie ka kthimi i borxhit për këtë botë edhe botën tjetër. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Ai i cili merr borxh me qëllim të mirë që me kthi borxhin, edhe ai i cili merr borxh me qëllim të keq që mos me kthi borxhin. Dëgjoni se çka thot Muhamedi alayhis salam. Thot ai i cili merr borxh me qëllim të mirë që ka nevojë dhe don me kthi borxhin, Allah Azza wa Jall e merr përsi për këtë çështje. Allah Azza wa Jall kam ja kthi borxhin. Allah Azza wa Jall kam ndihmue që me kthi borxhin. Kurse ai i cili merr borxh me qëllim të keq që mos me kthi borxhin, me shkatru dikan, me mashtru dikan, apo me shkatru pasurinë dikujt, me mashtru dikan në pasuri, thot Allah Azza wa Jall këta ka me shkatru. Allahu ka me shkatru. Allah na ruaj. Thot ai i cili me niyet të mirë merr borxh që me kthi, Allah Azza wa Jall ka me morë përsi për këtë çështje dhe ka me ndihmu që me kthi borxhin. Kurse ai i cili merr me qëllim të keq që me ja morë dikujt pasurinë, me ja shkatrua, me mashtrua, Allah Azza wa Jall ka me shkatrua pasurinë e këtij, ka me shkatrua këtë që e ka morë. Parat nëse ki falimentua ndonjëherë, në lumendo mos i ki morë në i kuj borxh me qëllim të keq. Mos i ki pas një jetin veç mi amor parët edhe me fitu dhe s'ka interesua me këthi borxhin.
nëse ki bo me këtë një jetë edhe ki dështue, dije që Allah Azza wa Jall ka dështu. Allah Azza wa Jall ka dënue në këtë çështje. Po ashtu hadithi tjetër ka ardhur, thot ai cili ka marrë borxh me qëllim që mos me kthi dhe nuk e kthen, në ditën e Kiametit Allahu Dhul Xhelal ka mi dal vjedhës, ka mi dal hajn për në ditë Allahut. Ditën e Kiametit para Allahut, ki person që ka marrë borxh dhe nuk e ka kthie, thot ka mi dal vjedhës hajn, në ditën e Kiametit ka me dal para Allahut Dhul Xhelal. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Pejgamberi alayhis salam ishte shumë i kujdesshëm në larjen e borxhit. Dhe ka ndodhur që Muhamedi alayhis salam, pejgamberi Allahut që ka pas borxh, dhe kjo ka mundësi mi ndodh çdo besimtari që me kërkue borxh, dhe shokët e tij tregojnë që në formën më të mirë edhe më të bukur e ka kthi borxhin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ka disa njerëz edhe kur ta kthejnë borxhin, ta kthejnë formën e keqe. Thuhet ti se ato janë parat e tyre. Jo mëre, ato janë që i ki borxh. Pse nervozohesh kur e kthen borxhin? Pse ndryshon fytyrën kur e kthen borxhin? Thuhet ti se ato janë parat e tua. Kështu s'ka vepru Muhamedi alayhis salam. Borxhin e ka kthie në formën më të mirë. Bile ka raste që këto t'jeni të kujdesshëm ku të ndëgjoni, që kur e ka kthi borxhin, ndonjë ku i ka dhënë diçka edhe më tepër. Që kjo nuk ban më bo me kusht, se bëhet kamot, që ma vonë flasmi. Mirë, po nëse ban këta pa kusht, edhe ai cili e kthen borxhin me dëshirën e tij, nga vullneti i tij, dëshiron që ku ta ktheje me dhon diçka më tepër, nuk ka të lashe që kjo tregon edukat. Kështu ka qenë Muhamedi, pra ka pas raste që kur e ka kthi borxhin, nga dëshira e tij ka dhënë edhe diçka më tepër. Pra shikone çfarë forme e ka kthi borxhin pejgamberi alayhis salam. Po ashtu edhe ai cili e kërkon borxhin e tij duhet me kërku në formën më të mirë. Kështu ka ardhur edhe në hadith, thot ai cili e kërkon borxhin e tij, le ta kërkoje me nder, jo me sharje, jo me ofendime, jo me kërcënime, Allah na ruajt, me propunën deri aty, që tash më vonë flasim edhe ata të cilët kanë mundësi me dhon borxhin dhe nuk e japin. Çka janë ato njerëz? Pra, edhe borxhin kur ta kërkojsh, kërkoje me ndershmëri, me nder. Kështu e ka kërku Muhamedi alayhis salam borxhin. Kështu na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta japmi borxhin në formën më të mirë, edhe ta kërkojna në formën më të mirë. Nëse dikush ka marrë borxh dhe është i pasur dhe nuk e kthen borxhin, çka thot për ta Muhamedi alayhis salam? Thot vanesa e borxhliut, ati cili është pasunik, që ka mundësi me kthi borxhin dhe nuk e kthen apo e vonon, thot kjo është zullum, kjo është pa drejtësi, që zullumi, pa drejtësia ka me qenë errësirë në ditën e Kiametit, që mas shumëti që kena nevoj për ndihmën e Allahut, për krarjen e tij, dritën e tij on dita e Kiametit, kurse thot i pasuri që e vonon borxhin, ka mundësi me kthi dhe nuk e kthen duke e vanu, kjo thot është në zullum, është në padrejtësi, dhe në ditë Kiametit padrejtësia është në errësirë, sa që dietarët kanë folë, ai cili me pa arsye e vanon borxhin, ka mundësi me dhon borxhin, nuk e jep, atëherë lejohet edhe që të lajmërohet të organet kompetente që janë për këtë çështje, me bë ankesë, të qortohet derisa ta kthen borxhin, se kështu Allahu Azza wa Jall ka thonë, hakët e njerëzve duhet të kthehen në mes tyre, janë të drejtat në mes tyre,
që ato duhet ja japin njëri tjetrit. Pra përderisa ka mundësi me kthirën dhe nuk e kthen, pra me sheriat lejohet edhe mi bon e padi, edhe mu ankue, edhe mu qërtue derisa ai ta ktheje borxhin për shkak se është hak i tjetrit. Po nëse ka vështërsi në përgjithësi, që e dina që dikush që ka borxh dhe ka vështërsi, Allah Azza wa Jall na ka porosit edhe na ka nxit që na me liru pak, me jashti afatin, apo me afal. Shembull Allah thot në Kur'an: "Wa in kana dhu usra", thot nëse ai borxhliu ka vështërsi, thot jepni një afat derisa të lirohet, derisa të ketë mundësi që me kthi. Po nëse thot edhe ja falni, kjo është edhe me dobishme për juve. Pra ka në hadith, po jo në hadith, po edhe me jetë Kuranit, që ban me prit ati cili ka borxh, apo i ka ardha fati, dhe është ngushtue me liru edhe disa kohë, edhe një periudhë, po ban edhe me ja fal borxhin nëse ka mundësi, për shkak të se kjo është edhe me mirë për juve, që inshallah Allah Azza wa Jall kam ja kompenzu me shpërblimin e ti edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Allah inshallah na përmirësoft inshallah të gjithve, po ashtu edhe ku të flasmi të borxhi, kujdes neve muslimanve, nuk në lejohet që me dhanë pare borxh me fajde, apo me dhanë me kamat. Shembull, ti kum dhanë që ka që pare, në qëtë kohë nëse nuk me kthen, ka me të shtue fajdja, ka me të shtue shtesa. Kjo asësi neve nuk në lejohet, sa është endalume rreptësisht në fen ton, nëse praja jepja borxhin ashtu sa ja ki dhanë, dhe me të kthije, jo me shtes, jo me kamocë. Allah Azza wa Jall e ka ndalu, e ka bo haram rreptësisht, sikur se ta shomi se si njerëzit punojnë me fajde, me kamata, edhe çka ndodh në mesin e tyre, deri te vrasja, plagosja, rrëmbimi, kërcnimi, që çuditësh se çfarë ndodh sot dhe ndëgjon, kërejt për kjo është për shkak se nuk i zbatojnë urdhrat e Allahut Dhul Jalal dhe porositë e pejgamberit alayhis salam. Aqulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum.